parti. Kush është më i mirë apo kush është më i keq. Është kriju një tifozëri absurde me banalitete brenda, sa që nuk i ka hije qytetarit të Kosovës. Unë po e them me kompetencë, nëse vazhdon ky diskurs, qytetari ta qyshto të gjithë normal, po në kuptimin njerëzor, qytetari normal ndoshta do të i saboton zgjedhjet. Shumë lehtë mund të i saboton zgjedhjet. Për arsye se thotë, mu duhet një përfaqësues në Parlamentin e Kosovës, i cili faktikisht ka një plan, një program, është një intelektual dhe është një përfaqësues dinjitos i vendit për nga vjen. E qartë. Dhe jo për shembull që kemi përfaqësues në gjitha partitë, me keqare të them, po ju mungon edhe alfabeti nga 36 shkronja, shkrim leximi ju mungon. Mos flas me artikulimi apo merrni thirrni këtu në debat dhe nxjerrna neve para tyne, po flasimi me ta dhe shihni se në çfarë gjendje kemi, do thotë, përfaqësues ton politik. Prandaj ky diskurs me këto nivele, nëse kthehemi në retroaktiv, në retrospektiv, ju dini shumë mirë përbërjen e Parlamentit të Kosovës pas luftës. E dini shumë mirë, do thotë, me çfarë emra, mbi emra dhe çfarë inteligjencë apo çfarë background akademik. I ka zgjedhur qytetari i Kosovës në zgjedhjet e fundit. Për shkak se përfaqësues popullit, të cilët faktikisht janë zgjedhur me diskurse përmes fyrjes, denigrimeve. Reflektimi i popullit në ata.